Për të diskutuar më tej në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve vendore në Kosovë, kemi të ftuar në studion e lajmeve në ABC News, Armand Shkullakun, gazetar, drejtori i ABC News. Mirë se erdhën në studio, Mandi. Si vlerësoni votën e kosovarëve në zgjedhjet e djeshme? Ka pasur përmbysje në të paktën 20 komuna të rezultateve? Ka pat ndryshime, po themi, përmbysjet, kur flasim për përmbysje të mëdhaja ka ndodhur vetëm disa komuna, pra një rezultat që ishte i paparashikueshëm, siç është Prishtina, i paparashikueshëm, po të themi, deri përpara balotazhit, ishte një rezultat që krijonte një lloj shprese për vetëvendosjen, por fitoria, si thosh, nuk ishte e parashikueshme nga shumë njerëz që ndjekin zhvillimin politik në Kosovë. Ndërsa përmbysje tjera ka pas në Mitrovic, por shumë nuk pritej ai rezultat për kandidatin e Partisë Demokratike të Kosovës. Kandidati përballë nuk ishte një profil, si thuash, që mund të besoj fillimisht në këtë ndryshim kaq të madh, por me sa duket, bashkëpunimi i tij me LDK-n bëri të mundur fitoren e Mitrovicës ka një parti relativisht me peshë të vogël në Kosovë, që është AKR-ja Bexhet Bacollit. Pastaj kemi një ngjarje, do të thosha më tepër se përmbysje, janë disa rekorde, nëse mund t'i quajmë shumë politik, pra që mbas 14 vjetësh që pas luftës në Kosovë, bie, si thuash, dominimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Prishtinë. Kemi për herë të parë një grua që do drejtojë një komunë, që është rasti Mimoza Kusari Lilis në Gjakov. Kemi rënien e një qytet, një komune që mund të konsideroj bastion i PDK-s, siç ishte Ferizaj, e cila u mori gjithashtu nga LDK-ja, ndërsa rezultatet e tjera, si thua, kanë qenë më tepër lokale, kanë pas të bëjnë, si thua, me kandidatët, me konsumin që të krijon pushteti, me luftrat e brendshme, me rivalitetet brenda të njëjtit grup politik, cilat ndoshta nuk është momenti për t'i analizuar një nga një, sepse janë për secilën komunë ka veçoritë e veta, duke filluar që nga Peja deri në Malishev, por këto mund të quhen, si thua, Prishtina dhe Gjakova, për mua përbëjnë dy kulmet e këtyre zgjedhjeve. Kjo vot ishte për të ndërshkuar keqeverisjen, apo është sinjali që kosovarët duan një politik të re, duan një frymarrje të re politike? Për Prishtinën, thua. Flas për Prishtinën, por në përgjithësi edhe për komunat e tjera? Në përgjithësi është e shpjegueshme, e thash edhe një herë, në radh parë me reflektimin e qytetarëve ndaj liderëve lokal që i kanë drejtuar, është një vot sigurisht, përderisa kemi ndryshime kaq të mëdha, është edhe një vot ndëshkuese pra mënyrën se si janë qeverisur disa komuna në Kosovë. Është edhe një vot, shtash, që lidhet edhe me një konjunktura caktuara politike, me ndryshime që kanë ndodhur. Ndërsa Prishtina pastaj është një rast i veçantë. Ndjekim një moment se si kanë festuar kosovarët fitoren e kandidatit të vetëvendosjes, rikthehemi prapë në studio. Ata që kanë fituar, kanë festuar gjatë natës duke sfiduar temperaturat e ulta. Prishtina ka qenë në fest ku me qindra mbështetës të vetëvendosjes kanë pritur me brohorima shpalljen e rezultateve që kanë dekretuar si kryetarin e ri të kryeqytetit, Shpend Ahmetin. Në tingujt e muzikës dhe plot emocione, kryetari i ri është drejtuar atyre që janë mbledhur në shesh. Sote nuk e morëm Prishtinën. Sote Prishtinën ja u kthyem juve. Më pak e ndezur ka qenë situata në Prizren, ku një tortë simbolike ka shënuar dhe fitoren e kandidatit për kryetar komune të Partisë Demokratike të Kosovës, Ramadan Muja. Por risi ka qenë dhe fakti për herë të parë Kosova do të ketë një femër si kryetare komune. Mimoza Kusari Lila, Aleancës Kosova e Re e Pacollit, ka lënë pas në balotazh kandidatin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Haradinajt. Ajo ka qenë e paduruar për të shpallur fitoren, duke dalë personalisht për të dhënë rezultatet. Ata që kanë dorëzuar postet e tyre, kanë pranuar humbjen në qetësi, madje pa urime tradicionale për fituesit, ndërsa në sheshe, festimet kanë zgjatur për shumë kohë. Dhe rikthehemi Mandi pikërisht tek vetëvendosja që ka marrë Prishtinën. Si do të jetë Prishtina dhe Kosova, sepse natyrisht që është kryeqendra e Kosovës dhe ka të bëjë shumë drejtimi i Prishtinës nga vetëvendosja. Çfarë pritshmëri shkatani? Tashti pritshmëritë ndoshta nuk i di as vetë vetëvendosja, që të parashikojmë se do shkojnë, ndoshta mund të bëjnë shumë gjëra, ndoshta nuk bëjnë asgjë. Por mua më interesante është, si thua, fakti që pse vetëvendosja fitoi Prishtinën dhe ndoshta edhe publikut. Këtu ke ne mund të interesoj
sepse është një fenomen që zakonisht ndër viset shqiptare nuk para ka pasur, si thua, nuk ka njohur në një zhvillim të madh. Ne i mësuar me partitë kryesore dhe partitë e treta që sapo kanë lindur, kanë qenë destinuara që të vdesin shpejt ose që mos kenë një peshë shumë të madhe në vendimarrje. Vendosja për bërë një rast veçantë, dhe unë mendoj që vendosja si fenomen shpjegon edhe fitimin e Prishtinës si komunë. Do të thënë, për në Shqipëri është e vështirë të shpjegohet dhe të kuptohet diferenca pikërisht, do të thënë, fitoria vendosjes në Prishtinë për mua bën diferencën mes shoqërisë kosovare, ose më po themi shoqërisë në Prishtinë dhe shoqërisë shqiptare apo elitave politike në Tiranë. Pra, diferenca mes Tiranës dhe Prishtinës kuptohet pikërisht ke vetëvendosja. Unë nuk besoj që në Tiranë do të fitonte për Bashkinë e Tiranës një intelektual, po e quaj, pavarësisht se është dhe politikan, si një ekonomist, një njeri angazhuar si Shpendameti. Nuk do të harrojmë që vetëvendosja në Prishtinë ka qenë partia e dytë në zgjedhjet parlamentare mbas LDK-s, pra ka pas një shtrat goxha të mirë dhe nuk është se është një parti tradicionale, por është një parti që këtu shpesh ngatrohet, ose me sharlatanizmin e lëvizjeve kuqezi e tjere nacionaliste, ose me degradimin e organizatave jo qeveritare si mjafti që pastaj përfundojnë në degëzimet të partive politike. Vetëvendosja është diçka tjetër, pra është një, si thua, është një organizat shumë serioze, është e përbërë njerëzit që drejtojnë vetëvendosjen, janë intelektual të njohur, janë filozof, ideolog, politikan, që janë formuar si tillë, mund të jenë të diskutueshme disa aksione vetëvendosjes, pra mënyra si e bën politik, por nuk është e diskutueshme asnjëherë serioziteti dhe boshti mbi të cilin vetëvendosja bën politik. Është një parti orientuar qartë, ka programin e vet për cilin disa e duan, disa nuk e duan. Është një parti që arriti të jetë forcë e dytë në Prishtinë, ndonse ambasadori amerikan dikur pa deklaruar që nuk do të shkelte kurrë në selinë e kësaj partie. Është një parti që nuk është parë për hir të vërtetës me sy të mirë, qoftë nga aleatët e mëdhenj të Kosovës amerikanët, por edhe nga disa shtetet bashkimit evropian, është parë me rezervë për shkak programit sa jo thjesht nacionalist, por një program si thua edhe, siç e thotë edhe emri, pra për vetëvendosje, për t'i dhënë të drejtën në rast parë qytetarëve të Kosovës për vendosur për fatin e tyre. Pra, ky brum i kësaj partie ka përkuar dhe shkuptuar nga elektorati i Prishtinës dhe e kanë votuar, pra që është një sukses shumë i madh, që një komunë si Prishtina, një komunë kryeqyteti i Kosovës do drejtohet nga një forcë e re politike dhe nga një njeri që ka provën e tij të parë si drejtues. Sa po më thej që nuk e bëjmë dot në Shqipëri, pse nuk është ky tharm këtu te ne? Po kjo ka, domethënë kjo ka të bëjë, si thuash, me disa vlera që këtu janë mbierur me gjatë viteve të tranzicionit. Ka të bëjë me sistem vlerash që në Prishtinë sipas me vazhdojnë të jenë akoma, ku njerëzit vlerësohen sipas akteve dhe konsekuencës tyre, dhe jo sipas konjunkturave politike dhe interesave të çastit. Është një shoqëri, do të thosha, në Prishtinë më e zhvilluar për ta bërë të qartë, flas nga pikpamja politike, për ta bërë të qartë këtë gjë, mund të thuhet që vetëvendosja nuk është se është votuar si një parti, siç mund të keq kuptohet në Shqipëri, si një parti nacionaliste që kërkon bashkimin e Shqipërisë me Kosovën e tjerë. Këtu mund të ishte votuar në një krahin tjetër të Kosovës, ndoshta për këtë program, në krahina që ku nacionalizmi dhe patriotizmi mund të jenë refren, kurse Prishtina është diçka tjetër. Prishtinë elektorati është urban, të rinjt që kanë votuar Shpendametin, programin e bashkimit kombëtar mund ta kenë nga pikat e fundit ose nga gjërat e fundit që mund të shkojë. Pra është një forcë që shikohet si një shpëtim nga dy partitë të mëdha ose nga klasa politike tradicionale, siç ka ndodhur shumë vende të tjera të Evropës, ku forcat e reja kanë dalë si thuar si nevojë për të kundërshtuar një sundim të gjatë ose një rotacion që Lubonja e quan lufta e bandave, ndrimi i bandave në pushtet, pra të njëjtin sistem. Unë mendoj që vetëvendosja e ka thyer. Pastaj jemi dakord me programin e vetëvendosjes, me ato që ja thotë, kjo është diçka tjetër, por si fenomen mendoj që duhet përshëndet.
është një çlirim, do ta quaja, për Prishtinën, jo sepse zoti Mustafa ishte simboli i qeverisë e tjerë, unë nuk mendoj ashtu dhe i abuzimit nuk ka qenë ashtu, por Isa Mustafa është, si thua, simbol, është përfaqësues si një klase të vjetër politikanësh dhe më në fund Prishtina, domethënë, ka mundësinë, ose më saktë ja jep mundësinë, vendos të vërë në provë një frymë të re, një lëvizje të re, një individ të ri i cili ka dëshmuar energji gjatë gjithë karrierës së tij, qoftë si intelektual i angazhuar, qoftë edhe si politikan, dhe tashti mund drejtoj kryeqytetin. Mund të diktojë në zgjedhjet e përgjithshme rezultati i Prishtinës? Jo, nuk dikton. Në zgjedhjet e përgjithshme, domethënë vetvendosje në zgjedhjet e kaluar doli forcë tretë politike, pra pati një rezultat goxha të mirë. Mendoj më shumë se sa në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme, ky rezultat pati, si thua, ishte jetik dhe i dha vetvendosjes një arsye shumë të madhe për të vazhduar ekzistencën dhe luftën e saj politike. Nëse vetvendosja do ta kishte humbur Prishtinën, ai do dilte nga zgjedhjet lokale pa një trofe, pa një komunë me një rezultat jo fort të lavdrueshëm, sepse kuptohet, vetvendosja ka pat një përvojë të shkurtër politike dhe nuk është, si thua, nuk është evidentuar si një parti që ka qenë pushtet, që administron, që ka dhënë provat senatyre, më tepër ka qenë një forcë, një frymë, që cila u shndrua gradualisht parti politike. Tashti, mendojmë fillon sfida për shpendametin dhe për vetvendosjen, nëse do arrijë vetvendosja që përveç, si thua, veç modelit frymëzues politik që ka shprehur nëpërmjet akteve, diskureve të saj, debateve në parlament dhe veprimeve rrugë, a mund ta shndrojë këtë në një energji për të dhënë një model se si mund të qeveriset një komunë që tjetë sa më shumë në përputhje me pritshmëritë e zgjedhjeve. Qartë. Politika shqiptare e Shqipërisë dhe politika e Kosovës shikon ndikim tek njëra tjetra? Politika jonë ndikon tek ata? Jo, nuk ka në ndikim të rëndësishëm, të ndjeshëm. Sigurisht që në momente caktuara, në zona caktuara mund të kishte. Politikanët aktual nuk besoj se kanë, edhe vajtja e zotit Rama në Prizren, më tepër se sa ndikimisht e provokim, do të thoja për palën tjetër, ka ndikuar sigurisht vizita e kryeministit Erdogan, komunitetin dhe pakicën turke që është atje, vota atyre me sa di ka bërë diferencën në favor të kandidatit të zotit Thaçi, Ramadan Mujës, kurse politikanët shqiptarë Tiranës atje me përjashtim, pa diskutim, me përjashtim të Sali Berishës, nuk mendoj se ka në indikim të madh. Berisha ka një tjetër, si të thuash, specifik, ka një tjetër pesh, ka një tjetër perceptim në Kosovë dhe mendoj që ka qenë dhe mbetet politikani i vetëm që mund të ndikonte nëse do t'ishte aktiv në zhvillimet politike atje. Kurse pjesa tjetër jo. Ajo që mendoj unë është e rëndësishme është që këtë du t'a kuptojnë edhe politikanët, qoftë në Tiranë, qoftë në Prishtinë. Në Prishtinë janë sigurisht shumë të përmbajtur, janë shumë të kujdesshëm, sepse nuk është e nevojshme që duke mbështetur një krah të caktuar politik të fitosh antipatin me qytetarëve që votojnë për krahun tjetër. Tirana s'ka nevojë, as Prishtina të marri pozicione caktuara. Kemi rastin e famshëm që shumë kush e mban mend për fshirjen e presidentit ndjer Ibrahim Rugova në fushatën elektorale zotit Berisha, qoftë 92-shin, qoftë atë 94-s në referendumin për kushtetutën, dhe kuptohet tek ajo pjesë elektoratit që nuk voton e zotin Berisha, ajo pjesë nuk, si thua, identifikon edhe zotin Rugova me të dhe jo simpati, po kryo edhe distancë të madhe, madje deri në një armiqësi të heshtur, për shkak sepse problemet e brendshme u transmetuan edhe tek një personalitet i cili vinte për qëllimet e veta. Dhe le të flasim për serbët, kanë fituar 9 komuna, kanë marrë dhe Mitrovicën e Veriut. Si do t'jetë? Do t'a merrës. S'kishte si do të ndryshe. Megjithatë, si do t'jetë? Si e shikon këtë bashkëqeverisje me 9 komunat fituara prej tyre? Nuk besoj se do të jetë problematike. Problematike ishte, si të thuash, që të zhvilloheshin. Ky ishte problemi kryesor, që të zhvilloheshin zgjedhjet në këto komuna, që kryetarët e zgjedhur të gëzojnë legjitimitet tek të gjithë zgjedhësit e komunitetit serb që i kanë votuar ato. Mendoj që
Zgjedhja në vetë, pra, si thuash, me gjithë se duket pak si fasad, më tepër shumë detyruar, si thuash, që të quaj si akt që u bën këto zgjedhje, pra të shnoj si një moment historik që morëm pjesë në këto zgjedhje, se sa rezultati që ato kanë arritur. Ne duhet dim që ligji për decentralizimin në Kosovë, pra që është i pakus Marti Ahtisarit, ka kompetenca të jashtëzakonshme, tepër të mëdha, gati në autonomi, po them thonjza, për komunat, pra pushteti lokal, ka kompetenca dhe fuqi shumë të mëdha që shkojnë në gjitha pothuajse sektorët e drejtimit të komunës, bëjmë përjashtim, kuptohet rendi, siguria dhe element tjerë, por pjesa tjetër është totalisht kompetencë e komunave dhe nuk besoj që mund të ketë përplasje kompetencas pushtet qendror, pushtet lokal. Përkundrazi mendoj që pushteti qendror në Prishtinë është interesuar që këto komuna të zhvillohen sa më mirë, qoftë nga pikpamja politike, por qoftë nga pikpamja ekonomike. Të falenderoj shumë që isha në studion e lajmeve në ABC News.